është fakt i pamohueshëm se Allahu i madhruar na ka begatuar me shumë begati, me të panumërta dhe për çdo ditë, në çdo çast, në çdo situatë njeriu i mbushet mendja për atë që na ka paralajmëruar Allahu i madhruar kur thotë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse përpiqeni që ti rrumbullaksoni ti përfshini me numërim gjithë begatitë e Allahut, në asnjë mënyrë nuk do të jeni në gjendje ta bëni këtë. Në të vërtetë e kam komentuar edhe publikisht, pra është fjala në hutbën e xumas, edhe në raste tjera se ekzistojnë disa gjëra për cilat ne shqetësohemi dhe ato janë serioze padyshim, sikurse është për shembull, sikurse janë rreshjet, thatësia, mungesa e ujit e kështu me radhë. Nuk mund të mos e pranojmë se ishim të gjithë të alarmuar, posaçërisht nga thatësia e stinës, e cila në të vërtetë do të duhet të ishte plot e përplot lagështi, shi, ujë, borë e kështu me radhë, ndërsa përjetuam një dimër të thatë. Gjithsesi u shqetësuam të gjithë, mirë po ja që Allahu i madhruar bëri që të ndodh ajo e cila na gëzon të gjithëve padyshim. Ishin pritjet e disave, pra dëgjonim edhe zërat të asaj natyre se do të thotë 10 vite nuk do të jemi në gjendje ta kompenzojmë këtë mungesë uji e kështu me radhë, ndërsa Allahu i madhruar për 10 ditë e mbushi edhe liçenin e Batlllavës edhe të Badovcit edhe na bëri të gjithëve të lumtur padyshim, dhe në këto ditë ndoshta dër të rralla, edhe pse më lejo të them bujar, unë personalisht shiun e përjetoj shumë këndshëm gjithmonë. Kur njëherë shiu nuk më prish punë, nuk e di pse, nuk di ta sqaroj. Mirë po, ka disa njerëz që mërziten kur bie shi. Por në këto ditë e kemi pasë të gjithë kanë qenë të lumtur, të gjithë kanë qenë të gëzuar, e si të mos jenë kështu kur vërtet shiu është një begati e madhe.